Pra, këtu jemi te karta morale. Pra, ne do të flasim tani moralisht dhe themi, a ka moral Partia Socialiste dhe zoti Rama të flasë për moralin kur ai e kishte harruar moralin më përpara? Ç'lidhje ka pastaj me individët? Tani ata janë individ, nuk është se secili mbaj përgjegjësi për veprimet e veta. Po, pse Dilber, unë ku dalë te ty nuk mbaj një përgjegjësi me ato çfarë them edhe ti, nuk mbaj një përgjegjësi që më fton ti mua. Secili për veta. Se po të filloj unë tani këtu të flas çfarë më do qefi mua, ti e kupto se si devion linja. Por ama ka një etik, ka një norm, ka një kuadër, ka disa pika që ti i referosh dhe bën analizë. Tani zonja Balluku dhe zoti Rama nuk ka kandidatuar me portalin tënd edhe themi tani të përfaqëson ty. Po kanë kandiduar në një subjekt politik që ka një historik. Tani më pëlqen mua Partia Socialiste, nuk më pëlqen, është diskutim tjetër që mund ta diskutojmë në një moment tjetër. Por a jemi në situatën kur Partia Socialiste sot faturohet një faturë ndaj saj, do paguaj një faturë. Dhe kjo faturë është Edi Rama Belinda Balluku. Sepse Belinda Balluku nuk donte kur të bënte Beqir Balluku. Por atëherë ishte plumbi, sot është drejtësia e imponuar si plumb. Është shumë e thjeshtë kjo. S'ka pse të mërzitet asnjë socialist, asnjë me tabel pa tabel. Ja themi të vërtetën ashtu siç është. Zotëri, do Partinë e Punës, po. Ata shoh pra Partisë së Punës, prano vjedhjen, krimin organizuar, prano çfarë të dush ti, derisa i ke brenda aty. Por në rast se je Partia Socialiste dhe ke modernizuar për shkak të situatës së demokracisë, hajde këtu dhe flasim për kartën e moralit. S'mundet ti të thuash që Këshilli i Ministrëve është vendimarrje kolegjiale dhe pastaj kur po Këshilli i Ministrave është ka marrë një vendimarrje kolegjiale, ti kundërshtarin politik ta kesh në burg apo ta kesh në detyrim paraqitje dhe thosh përgjegjësia është individuale. Tani, si nuk shkon kjo nga aspekti juridiko-politik. Dhe mirë kjo, po të gjithë ata të cilët drejtësia jote 2022-2025 i mori brenda, i mori o për shkak të vjerës, o për shkak të gruas. Lind pyetja. Kjo drejtësia jote mund të marrë edhe ty për shkak të vjerës apo të gruas, se kështu e kuptoj unë. Edhe aty vin tani dhe themi, karta e moralit. Pra, këtë kartë morali mund ta bëjmë ne. Po nuk mund ta bëj kurse si zoti Rama. Sepse ai thoshte drejtësia është e pavarur, spaku është krijesa jon, spaku me radhë thot. Pra çfarë ka bërë ai? Ai ka frymëzuar spakun. Është sikur të flas unë, frymëzoi krye policët, të bëjnë këtë atë, kupton? Ata do bëjnë ata. Po kur ke një pozicion politik, se kur nuk ke pozicion politik të dëgjojnë ata, mos e ke merr akti. Ato do zbatojnë çai thot ai aty që i marr me bukë apo jo. Më kupton? Pra mënyra se si është sjellur zoti Rama është një sjellje që nuk ka koherencë. Pse nuk ka koherencë? Megjithatë, duket ai holli dhe këtë radhë bëjnë ndryshimet. Ore zotri, ti dëgjoj pak, dëgjoj mua, të jap edhe këtu një sqarim. Në 11 shtator u bë qeveria e re. Dhe brenda 6 muajve, më korrigjo për datat, nuk janë bërë 6 muaj. Nuk janë bërë, ke 5 muaj. E di çfarë goditje do të tregoj kjo gjë që ti bën ndryshime? Nuk bënte një person, po bënte disa persona. Disa ishin domino, efekt domino. Po jo, nuk mos e lidh ashtu, se gjitha ishin tek Rama, destinacion tek Rama në mbikëqyrjet e Ballukut. Mos ma bëni kështu sikur Balluku e bëri qeverinë dhe Rama rinte duke pa tani. Në bashkëpunim ka qenë. Prandaj të thash karta e moralit. Pra, Këshilli i Ministrave pas ka përgjegjësi kolektive. Gruaja dhe burri pas ka përgjegjësi kolektive edhe ndahet në disa raste individuale, që nga ana juridike them është individuale. Le tani e kupton. Po thjesht të kënaqem opinionin që disa vdesin të shikojnë tjetër në burg, duhet të thotë kolektive këtu, edhe kur vjen rasti për partinë e tyre thënë, po tani po shiko situata është kështu, po jo nëse kemi. Tani po të sqaroj tek pjesa e 5 muaj. Pra, ke 5 muaj. Tani o zotri, 5 muaj ti nuk mund të bësh ndryshime të tilla, sepse në aspektin e studimit politik, ty të duhen të paktën që të kesh 3 kriza njëra pas tjetrës që të prek ty. Po kishim 2 kriza që të prekin ty. Pra fakti i provohet që Rama pas ka një krizë të brendshëm. Akshi, Balluku. Mirë. E bëre këtë, por nga ana tjetër
pala kundërshtare të del në protest. Kur dilte në protest pala kundërshtare ti nuk ju referoheshe kur më përpara, para 11 majit, kur bënte protest Partia Demokratike, Rama dilte pas 2-3 ditësh dhe bënte në i koment. Sot Rama del, pasi bëhet protesta, të nesmen, ministra deputetet e Partisë Socialiste direkt bëjnë koment kundër Partisë Demokratike, kundërkohë përpara nuk ka ndodhur kjo gjë. Shikoni se si ndodh. Pra, bëhet një protest, pa u nis protesta, pa u hedh molotofi parë, fillojnë këta edhe bëjnë koment. Çfarë do thotë këtu? Do thotë diçka që nuk po shkon mirë. Dhe që më the ja holli. Jo si ja holli, sepse brenda 5 muajve të bësh ndryshime qeverie, nuk është ja holle. Po do thotë diçka do të kalosh, diçka do të tregosh. Dhe kush është sekreti? Për ata që ta kuptojnë se ne jemi koherentë dhe mos harro se edhe kjo do dalë. Thuhet qeveri teknike? Pa. Ambasada amerikane ka reaguar për qeveri teknike? Jo. Ambasada gjermane ka reaguar për qeveri teknike? Jo. Pyetje tjetër. Ambasada amerikane shkon bër takime në për parlamente, gjykatë kushtetuese dhe jo në kryeministri? Po. Po pse ka harruar ambasada amerikane kryeministrin dhe kryeministrin Rama takim tek? Se më përpara Yuri Kim vetëm se si kish shtruar ai krevat flente kryeministri, jo në ambasadë amerikane. Si ambasada ka qenë e vëmendshme dhe me njoftimet e fundit avokat. Pse bërë një takim ambasadë amerikane me Peleshin? Pra, do të thotë, pse një analist i famshëm, emra mos themi se jam një autoritet madh, filloi dhe shajti Gjermanin, që edhe atje ka korrupsion, edhe atje janë kështu, ashtu me radhë. Mos gaboj, inshallah gaboj, po qytetarët le ta gjejnë kush e ka shajt. Dhe pse ambasada gjermane bëri ministrin e çoi takim tek Spaku? Pra, duket sikur na përfaqëson, jo vetëm me Gjermani, po edhe gjithë kohët e fundit. Në arenën ndërkombëtare. Një sekond, se ka shumë kuptim këtu. Pra, i solla këto pikpyetje, duke dhënë edhe përgjigjet e disa, po dhe të disa jo analitike. Qëllimisht është bërë. Pse? Sepse Rama thotë këtë gjë. Unë qeveri teknike nuk bëj. Pse? Para kushti qeverisë teknike kësaj radhe kush është? Jo Rama kryeministër. Pse? Ndodhi 2017 që Rama kryeministër bëri luli gabimet të pafalshme. Tani me qëllim pa qëllim s'ka kuptim tani. Se nuk rikthehemi tani me të vjetën akoma. Rama thot, po zotri, në rast se ju do më impononi zgjedhje të parakoshme, unë do shkoj po kryeministër unë. Se kur të humbi partia, pra nga 83, PS-ja do bie në zgjedhje të ardhshme. Të ta kesh sigurt, se s'do ketë më një Altin Dumani që i bën të fresht Partia Socialiste. Pra, Partia Socialiste do bie. Nga 83 e ketë sigurt që do bie. Pastaj, Rama thot, në zgjedhje të parakoshme, unë kryeministër. Pra, Rama po përpiqet që të thot ndërkombëtarëve, unë e kuptoj mesazhin që keni Kashimeje, por unë do të shkoj në zgjedhje të parakoshme, atëre kur do të vendos unë, po jo me qeveri teknike. Qeveria teknike do të jetë në vetëm një kusht që do ta detyrojë Ramën. Një, urdhri amerikan formës prerë, urdhri gjerman i formës prerë, qeveri teknike për të arritur antarësimin apo më mirë për të shkuar në Bruksel të bashkuar pozit dhe opozit. Pra për interes kombëtar që Bashkimin Evropian. Përveçse se për mua Bashkimi Sovjetik quhet dhe aselojnë topin në këto kushte që jemi, edhe një, në këto kushte që jemi, është Bashkimi Sovjetik. Në frazë se vinë kushte të tjera, ta diskutojmë dhe t'ju analizojmë pse unë do ndryshoj mendim, pse nuk jemi më në Bashkimin Sovjetik dhe pse do shkojmë në Bashkimin Evropian. Po kur të vi momenti, sepse unë prandaj mbaj përgjegjësi, ato që unë them, i them me saktësi. Prandaj them që ndryshimi që bëri zoti Rama ishte mesazh i plot që edhe qeveri teknike doni,
unë duhet jem kryeministër, po edhe ju, në rast se nuk doni qeveri teknike që t'jam unë kryeministër, unë nuk do bëj qeveri teknike dhe do të shkoj në zgjedhjet parakoshme, por unë prap kryeministër. Shumë i qartë kjo, prandaj nuk ja olli akoma. Avokat, falenderoj shumë për bisedën. Të jap shumë për kohën, edhe për mendimet që shpaloset me publikun tonë, të cilin e falenderoj, ashtu sikur thatë edhe unë në fillim, për mbështetjen, për like-et, komentet, të gjitha lexohen edhe pasqyrohen në bisedën tonë. Të falenderoj shumë, avokat. Edhe unë i falenderoj jashtë mase, por dua të i saktësoj diçka. Qëndrimi im nuk është një qëndrim që ndryshon tani ajri apo klima apo moti, dhe unë do filloj të ndryshoj qasjen time ka shi Parti Socialiste, Partisë së Punës, SPAK-ut apo gjyqësorit në tërësi. Ajo që çfarë ne bëjmë vazhdimisht, pothuajse mund të jetë me digjim, por është një libër i cili në rast të zbardhet në shumë vitet që do kalojnë, do kuptojnë që përmbajtja është një analize të qartë, objektive rast pas rasti, subjektive rast pas rasti për persona se si kanë vepruar në politikë bërje, dhe në fund fare ne japim atë çfarë duhet, që duhet çdo lajm që qarkullon, çdo gjë që del me njëherë, çdo person që don të shikojë dhe të bëjë një matje të bukur të asaj çfarë merr direkt nga lajmi i fundit, është kjo, çfarë? E marrim lajmin, e përpunojmë dhe në fund fare shikojmë në mënyrë analitike a kemi të bëjmë me një lajm që përfiton njëra palë, apo përfiton dhe pala tjetër. Apo kemi të bëjmë me një lajm që dikush del i humbur, por nga ai lajm dikush i bën freskun duke e favorizuar. Prandaj them, 2022-2025 për SPAK-un, spatun ja dha Shaltin Dumanit, nuk ishte kot. Pra ai ja dha dhe jemi në këtë situatë që sot nuk është koherent. Pra, ai i shiti njerëzit e vet, që jemi në një situatë që sot po nuk është koherent, shikoj rastin Balluku. Pra, ata të cilët janë emocionalisht militant Partisë Socialiste, të thekur që e keqja në çdo gjë në këtë vend ka ardhur nga Saliu dhe jo nga PS-ja, por është e kundërta, ka ardhur nga PS-ja për shkak se ne kemi ushqyer veten tonë duke marrë këto materiale dhe duke thënë tek qytetari, analizoje për interesin tënd personal. Çfarë? Në rast se ti merr 100.000 lekë pension, pse ai tjetri të marrë sapo fut në politik miliarda? Në rast se ty partia jote nuk të ka dhënë shërbimin e dur, pse partia jote nuk e ka bërë ku ka nga 2013 në pushtet dhe ti sot shikon gramësh edhe shkosh deri në Korçë duhet marrësh avion, helikopter, ndërkohë partia jote ka qenë në 2013 të kalon aty në varfërinë tënde sepse të ka të sigurt që ja hedh votën nga mes deri ndar. Pse nuk bën një revolucion që ta bësh partisë tënde ti bësh presion që ajo të ndryshojë qasjen? Pra, të gjitha këto i lidhim ne dhe jemi objektiv dhe jemi normal ashtu siç duhet, koherent me të vërtetën. Është analizë objektive, nuk është një analizë militanti, që ata mendojnë se ne po i shërbejmë Saliut apo Ramos. Po jo, ne i shërbejmë së vërtetës dhe derisa i shërbejmë së vërtetës, nuk kemi pse të mohojmë asnjë fakt tjetër. Keni një stoicizëm koherent. Unë të falenderoj shumë, avokat. Faleminderit.